Përshëndetje të dashur miq, jemi sërish bashkë te kuzhina e familjes. Këtë herë pas rondën e di që është pak e vështirë me bu vetë, po këtë herë e kom kursy, se të pas parasysh që një prej detyrave kryesore që ja kom lënë së rondës është mi provu ushqimet, këtë herë do shta me kursy, mos me ngushtu për shkak që është agjerushe. Qa kemi me bu sot bashkë, si çdo herë, kemi zgjedhë me bu kërkesat e juve, si në çdo rubrikë. Kemi pas kërkesë për një ëmbëlsirë të shëndetshme, edhe sot e kemi zgjedhë njërën prej ëmbëlsirave më virale me hurme, arra edhe gjallë kikiriki. Pse i kom zgjedhë këta përbërës, realisht kjo ëmbëlsirë që kemi me bu sot është edhe mundet mu përdor për me ndru atë përdorimin e hurmave, dhe më thonë si produktin e parë për me bu iftar, atër është ideale edhe ky kombinim, ose me bu në formë të kësaj ëmbëlsire që është veç për bëju në sot, ose veç me hungër gjallë kikiriki me hurme, për arsye se proteinat dhe mineralet që i përmbohen gjallë për i kikirikut, bashkë me mineralet dhe karbohidratet e mira dhe sheqerin që përmbojnë, hurmet ndikon me rrit energjin me njëherë pas 12 orëve që veç kemi qenë agjerushëm, dhe në këtë rast në ndihmon me stabilizu edhe sheqerin gjak. Qa kemi me bu sot? Kemi me bu një lloj rollade me hurmë, arra, gjallë kikiriki edhe çokoladë zezë. Gjithashtu e dim edhe çokolada se çdo herë po mundohem i gjetë zgjidhjet, ato mungesa që unë po thëmë me pi kafe, e marrim çokoladën e zezë dhe e kompenzojmë këtë dëshirën për kafe realisht. Gjithashtu e kemi edhe susamin, që kemi me bu një lloj dekori me ta, që ka ngjyrë të shëndetshme, edhe ndikon gjithashtu ka kalcium, i dim vlerat ushqyese të susamit.